Synimi është krijimi i bazë një biznesi që jep mundësi për integrim dhe punësim personave të riadhesuar, e që drejt për drejt të gjithë të riadhesuarit brenda kritereve mund të aplikojnë në Ministrinë e Punëve të Brendshme me bizneset e tyre që kanë një vlerë prej 2.000 eurosh. Bedri Dina, i cili është kthyer nga Kanadaja, tha se një trajnim i tillë ndihmon atij dhe biznesit të tij për të vendosur në rrugën e duhur. Për përgjithësi këto gjëra janë të mira këto trajnime, sepse njerëz orientohen më drejtë edhe dikush që ka të artë desha të integrohen këtyre përgatitur se kanë kalu vite. Kështu që jeta ka ndryshuar, domethënë çdo bekami, edhe për biznesin domethënë është shumë e nevojshme mi orientu njerëz. Armend Beluli, duke falenderuar kështu zyrën zvicrane si sponsorizues, tha se trajnimi i tillë, i treti me radhë, tashmë ka dëshmuar sukses dhe pretendon integrimin e këtyre personave për një zhvillim dhe integrim sa më të mirë në bizneset e tyre. Ky është rundi i tretë i trajnimeve profesionale, se si fillon dhe si menaxhohet një plan i biznesit. Në trajnimet e kaluar, vitin e kaluar, kemi patur suksese. Faktikisht tash kanë filluar disa persona të riadhesuar kanë funksionalizuar bizneset e tyre dhe punojnë me profesione të ndryshme. Për një integrim të qëndrueshëm ishte projekti, i cili po implementohet nga Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim, financuar nga Zyra Zvicrane.